Për ju udhëtar e vizitor dhe për ju shikues që dëshironi të mësoni për rrethin e Shkodrës, që është në fillim të udhëtimit, po ju tregojmë me dy fjalë. Rrethi i Shkodrës është njësi administrativo-toksore me sipërfaqen më të madhe në vendin tonë, 2500 km². Shtrihet në veriperëndim të vendit e kufizohet me rrethet Tropoj, Puk e Lezhë. Përfshin ultësirën e mbi Shkodrës e pjesën më të madhe të ultësirës së nën Shkodrës, Dukagjinin, Shllakun e Malësinë e Madhe. Banon një popullsi prej 218.000 banor dhe zë vendin e 5 pas Tiranës, Durrësit, Fijerit dhe Elbasanit. Popullsia përqendrohet në 2 qytetet, në Shkodër, Koplik dhe në 184 fshatra. Kush zbret në qytetin e Shkodrës, nga të parat objekte kompozicionale që konturojnë qendrën e qytetit, janë hotel turizmi, teatri Migjeni dhe objekti më i ri, monumenti i 5 heronjve të Vigut. Padyshim, për çdo shikues, kjo vepër monumentale është më ngacmuesja, më tërheqësja, si thuash, bëhet objekti i parë që t'imponohet. Shumë kush shijon vlerat artistike e dikush e sheh si një monument që i ndroi pamjen qendrës së qytetit e që sot raditet për krah veprave më të mëdha të vendit. E megjithatë, tek të gjithë qëndron një vizion i përbashkët. Te ky monument që i ngjan 5 cepave të një ylli, shohim heronjë të popullit Ahmet Haxhia, Naim Gjulbegu, Ndoc Mazi, Hydajet Lezha e Ndoc Deda në një heroizëm monumental dhe vargjet e shkruara në pikën e fundit të jetës. Njëherë tham, ja vdekje ja liri, pra shok ju do të ndjekni punën tonë, prej ku po e lam më me guxim të pathyeshëm. Një mesazh, një kushtrim, një amanet që e mbajtën dhe do të mbajnë të gjithë brezat. Shkodra, një nga qytetet më të lashta të vendit, shtrihet në pjesën më të bukur të ultësirës së mbi Shkodrës. Për studiusit, qyteti mbi 2500 vjeçar mbetet objekt studimi përhershëm. Për vizitorët, historia e lashtë është tërheqëse e pasuron kulturën e tyre mbi historinë e kombit shqiptar. Por le të shfletojmë pak nga historia. Lindja e zhvillimi i qytetit të Shkodrës qëndron i lidhur ngushtë me Kalan e Rozafës. Ja, kjo është kalaja e Shkodrës, kështjell mbi kodrën shkëmbore që lartësohet ndërmjet Drinit dhe Bunës, mbizotronte si një pikë me rëndësi strategjike. Prej këtej kontrollohej gjithë fusha bregdetare përreth, hyrja në liqenin e Shkodrës e kalimi në thellësi të vendit e të Ballkanit. Kalaja e Shkodrës është mjaft e lashtë. Tit Livi, historiani më i rëndësishëm i Romës së kohës së Augustit, e quan vendi më i fortë i Labeatëve, u rezistoi romakëve, bizantinëve e slavëve dhe emrin Rozafa e mori në mesjet. Por këtu s'do të ndalemi të tregojmë në të tëra hollësit historinë e kështjellës e legjendën e emrit Rozafa. Me rëndësi qëndron fakti se kjo kala përbën zanafillën e qytetit të Shkodrës. Janë ndërtimet poshtë kalas, tregojnë fillimet, si qyteti nisi të rjedhë prej kështjellës e të varet në krahët e poshtme të saj, por këtu
jemi ende larg qytetit të sotëm. Vetëm aty nga fundi i shekullit të 18 dhe fillimi i shekullit të 19, qyteti përfundimisht u shkëput nga pjesa e vjetër dhe u vendos këtu ku shtrihet edhe sot. Po, si u rit e lulëzoi ky qytet? Shkodra sot shfaqet si një qytet i madh, me rreth 73.600 banor, i katërti për nga popullsia në të gjithë vendin. Ky është numri më i lartë i popullsisë që ka arritur qyteti qysh nga themelimi i tij. Në brendësinë e tij, qyteti ruan ngjyrat e të gjitha etapave ndërtimore që shquhen për vlerat arkitektonike. Pra, Shkodra është një qytet me një portret mjaft të veçantë. Ndërtimet e reja të epokës son bashketojnë me ansamblet ndërtimore të traditës. Kjo është rruga kryesore e qytetit të Shkodrës. E ndan qytetin në dy pjesë të barabarta. Në të dy anët ngrihen banesa dhe objekte të reja social-kulturore. Mbi këtë bulevard lëshohen një mori rrugësh më të vogla e rrugicash që lidhin qendrën e qytetit me të gjitha pjesët e tjera të saj deri në periferi. Ja, të ndjekim njërën prej tyre, që mban emrin rruga Enver Hoxha. Jo rastësisht, nisim të njohim shikuesit me këtë mjedis. Të gjitha ndërtimet janë të traditës dhe të gjitha janë të restauruara. Në këtë vend që historia e njeh si qendra ekonomike e qytetit të fillimit të shekullit të 19 me qendrën e banuar pranë, sot është vendosur ekspozita kombëtare e kulturës popullore. Një zgjidhje mjaft e gjetur. Këtu ku prodhoheshin dhe tregtoheshin sendet dhe objektet me të cilat Shkodra është bërë e njohur në mbarvendin e jashtë kufive, po këtu sot ato qëndrojnë të ekspozuara dhe marrin vlera të reja. Ja pavioni i Shkodrës, gjithkush mbetet i befasuar, një mjeshtri e lartë e punimit të arit e argjendit nga mjeshtrat vendas. Ishte një zeje që u shndrua në mjeshtri artistike. Argjendi u punua në stolit e shumëllojshme për gra e bura, vath, unaza, byzylyk, breza, pafta, qostek. Armët e stolisura dhe të gdhëndura për merak, pushk, kobure, jatagan, vezme, palcore. Ja dhe enët, orendit, me sa dashuri dhe mjeshtri i ka skalitur mjeshtri, tabaka, koti tualeti, koti cigaresh. Po të ndiqnim këtë rrugë, në periferi shtrihet zona industriale e Shkodrës. Një vizitor e ka mjaft të thjesht të kalojë nga qyteti i një zejtarie që u dallua për lulëzimin e tij
në mjediset e reja të një qyteti industrial. Shkodra ka të strukturuar qartë zonën e vetë industriale. Ja një nga më të njohurat, uzina e telave dhe e kablove elektrike. Për shikosit do t'ishte me interes të njihnin prodhimet e saj. Uzina prodhon përcjellës elektrik të tipave të ndryshëm, prej bakri, prej alumini e alumin qeliku, të zhveshur e të veshur, të përmasave e tipeve të ndryshme me teknologji bashkohore. Dhe një fakt tjetër, me telat dhe kamblot elektrike plotësohen nevojat e vendit dhe afro 80% të tyre eksportohen. Shkodra sot është një qendër e rëndësishme industriale. Në industrinë elektrike zë vendin e dytë në Republikë, me hidrocentralin e Vautëdejës, po të dytin zë në prodhimin e drurit dhe të letrës, në material ndërtimi të tretin e në industrinë mekanike të pestin. Në brendësitë e qytetit, shtrihen me dhjetra dhe qindra banesa dykatëshe. Banesa shkodrane është tepër e veçantë, aq sa e dallojmë nga banesa e qytetit të Korçës, Gjirokastrës dhe Beratit. Këtu do të përmendim një tipar. Ndërtuesit popullor së pari e rrethonin parcelën me mure të lartë 5-6 metra e me avulli e më pastaj brenda saj ngrinin banesën. Ky konceptim dhe kompozim i shërbente kushteve ekonomiko-shoqërore të jetës. Në këtë kohë, ekonomia e qytetit të Shkodrës ishte lidhur ngushtë me ekonominë bujqësore. Në këto mjedise përpunoheshin perimet e qumshti. Këtu ritej e përpunuai krimbi i mëndafshit, që në Shkodër ishte bërë një lloj kulture familjare.
Brendia e banesës shkodrane u shqua për zbukurimoren e saj. Për Shkodrën, zbukurimoria është një ndër shfaqjet më të rira të kulturës popullore. Janë të njohura dhe të dëgjuara dyert, musandrat, trapazanet dhe tavanet e skalitura me mjeshtri e artë të rallë. Arti ngjit me artin. Ja nga një art i derdhur mbi sendet e objektet, kalojmë në një lloj tjetër, në artin e bukur të këngës. Shkodrani e ka jetuar këngën. Ai është shquar për krijimtarinë e tij të pasur e të mirëfillt muzikore. Kënga shoqërohet me sanze popullore dhe këndohet nga njerëz të veçantë dhe nga masat në raste festash familjare e shoqërore. Ju shikues jeni duke parë e dëgjuar një jare shkodrane, llojin e këngës më karakteristike të këtij vendi, që për kulturën artistike qëndron në nivelin e arjes të një opere. Nuk e teprojmë kur shprehemi kështu se jarja kërkon një mjeshtri të veçantë për të kënduar, për shtrirjen vokale dhe diapazonin e gjerë. Si do t'ishte një dasëm karakteristike shkodrane? Ky është një motiv që kemi filmuar, por të plot e original këtë skenë nga jeta e popullit e shohim në këtë pikturë të njohur. Piktori i popullit Koli Dromeno e punoi në vitin 1920 dhe e quajti Dasma Shkodrane. Shkodra ka galerin e vetë të arteve. Pranë piktorëve të shquar të traditës, qëndrojnë të rinjt. Ata janë një plejade tërë, piktore, skulptor, artistë të rinjt moshuar me tituj e pa tituj të epokës tonë. Vepra e tyre është e madhe dhe e gjerë si vetë jeta që jetojnë. Këtu vjen njeriu i ri shkodran, nga bjeshkët zbret në fushat, në fshatrat, në qytet,
në uzinat dhe fabrikat. Jeta është e plot. Motivet janë të larmishme. Janë natyra shkodrane të req çdo shikues. Objekti penelit artistit janë Alpet me majat e larta që prekin qiellin, bjeshkët me gjelbrimin dhe cicërimin e ëmbël të zogjive që zgjohen nga gurgullima karakteristike e burimeve. Por le të largohemi për pak kohë nga arti e tilëm vend realitetit, jetës, mjedisit. Lugina e bogës. Qafa e të thores. Lugina e shalës. Këtu poshtë ngrihet pika më e bukur e natyrës shkodrane, thethi. Jeta në theth duket se rrjedh ndryshe, ka një melodi të veçantë. Thethi, si një qendër kombëtare turistike, ngrihet në afërsi të kullotave alpine. Pushuesit, kur ngrejnë kokat lart, shohin si qëndrojnë krye lart dhe hierënd majat e Alpeve. Bukuria e natyrës e klima e shëndetshme janë pasuria më e pëlqyeshme që sot shfrytëzohet në dobi të shëndetit dhe shlodhjes së punëtorëve. Ja një melodi karakteristike me qifteli, që shton gjallërinë e mjedisit e të pushuesve. Nga thethi erdhën këtu, në razmën piktoreske, në prehër të malit të Veleçikut. Përsëri njerëz që kalojnë pushime të gëzuara, këtu vijnë mblidhen nga çdo kënd i Shqipërisë.
Në pushusit sot janë përzierë edhe 10 ratërinj shkodran amator të vendeve turistike. Pas ngjetjeve të vështira alpinistike dhe lojrave të shumta, një mbrëmje e gëzueshme. Pas natyrës së bukur, ku në shpuri peizazhi artistik i veprave të piktorëve shkodran, vazhdojmë udhëtimin përsëri në qytetin e Shkodrës. Hymë në një nga institucionet më të rëndësishme të rrethit. Kjo është biblioteka e qytetit të Shkodrës. Është e njohur biblioteka e Shkodrës jo vetëm për fondin e pasur me rreth 220.000 vëllime, por edhe për pasurinë dhe larminë e tyre. Janë një fond i veçantë i bibliotekës. Janë qindra vëllime të lidhura me lëkurë që i përkasin vezirëve të Shkodrës dhe bushatlinjve. Po, le të shfletojmë e të shohim më në shekuj. Historia njeh figura të shquara më të hershme, vepra të njohura, rrethimi i Shkodrës, viti 1504, dhe historia e jetës dhe e bëmëve të Skënderbeut e vitit 1508, njohin si autor Marin Barleti. Marin Barleti lindi këtu në Shkodër rreth viteve 1460. Ishte humanist, i shquar, historian, i pari autor i njohur dhe një nga më të mëdhenj të letërsisë së vjetër shqiptare. Kësaj kohe i përket edhe një figurë tjetër, Marin Beqikemi, lindi në vitin 1468 në Shkodër. Ishte humanist i shquar, pedagog, shkrimtar dhe orator i madh. Në një nga këndet e bibliotekës, një grup albumesh, të gjitha të njohura, të para, foto e dokumenta nga jeta dhe historia e kombit shqiptar, shënime e fotografi të hershme, shumë të hershme, që mbajnë një firmë të njohur, të familjes Marubi. Ato në prunë këtu, në fototekën e Shkodrës. Ja përfaqësuesit e Shkodrës para nisjes për në Prizren më 1878. Orkestra frymore në Shkodër më 1878. Flamuri kombëtar që ngritën malsorët në Dëqiq. Shtator 1936. Enver Hoxha i flet popullit nga balkoni i bashkisë në Shkodër dhe shpreh nderimin për patriotët e lëvizjes kombëtare shqiptare. Janë një pjesë fotografish. Shprehemi kështu se autorët e tyre, Pjetër e Kel Marubi, e më vonë i biri i Kel Marubit, Gega, që studioi në të parën shkollë të fotografisë që çelën shpikësit Lumière në Paris, kapin shifrën
dhjetra mira. Kel Marubi është i pari që e ngriti fotografinë në nivelin e artit. Familja Marubi thesarin e saj të pasur me vlera historike dhe kombëtare prej 150.000 negativësh në vitin 1970 ja dhuroi shtetit. Prej fotografive, krijuesit shumë figura të shquara, jo dhe në piktur e në skulptur, dhe i dan vlera të reja, si të thuash i kthyen në jetë. Si vepra arti, ato qëndrojnë në mjediset e qytetit dhe marrin pjesë në strukturën arkitektonike të tyre. Mbi një bazament prej bloqesh guri të gëdhëndur, ngrihet i derdhur në bronz monumenti i Sa Buletinit. Jo rastësisht heroi i popullit vendoset në lagjen Perash, sot 8 nëntori, e njohur për traditat patriotike e bazë e luftës antifashiste nacional çlirimtare. Ky monument në këtë vend dëshmon përjetësimin e heroizmit popullor në epokën e ndritur të partisë. Për çdo vizitor dhe udhëtar, ky monument ushton me fjalët e zjarrta të heroit: "Unë jam mirë kur është mirë Shqipnia." Kënaqësia që të fal arti qëndron bashkë me emocionet që të krijon vepra dhe historie e tyre. Ja Pashko Vasa të sjell në mend vjershen e njohur "O moj Shqipni, e mjera Shqipni", e thënien filozofike "Feja e shqiptarit është shqiptaria". Ndre Mjeda, që tërë jetën ja kushtoi lëvizjes kryengritëse shqiptare, duket se qëndroni heshtur, por s'heshti në thirrjet e tij të zjarrta që i drejton të Vegjilis. Lirim, lirim bërtet gjithkah malësia. Heroin e popullit dhe mësuesin e popullit Luigi Gurakuqin, brezat e vendosën pranë Institutit të Lartë Pedagogjik. Mbi ballin e tij të lartë, çdo kalimtar duket sikur lexon fjalët kryengritëse: "Të ngjallin kombin, farën, fisin ton, për nderin tuaj, nder e shqiptarisë, gjë tjetër s'dum, nuk veç armë dhe cabuk." Dëshira më e zjarrt që dogji shpirtin e rilindasve të shquar ishte liria, përparimi, kultura, arsimi i shqiptarëve e Shqipërisë. Ja Instituti i Lartë Pedagogjik, ëndra e tyre pafundme. Në për këto auditor përgatiten arsimtar për shkollat e vjeçare dhe të mesme nga e gjithë vendi, ndërsa ecim në përmjediset e këtij institucioni të lartë, ku mësohet gjuha, letërsia, historia, gjeografia, matematika, fizika, biologjia e kimia, kalojmë në kohë në vitet 1922. Patriotët e populli, tetur për kulturë e dije, hapën të parën shkollë të mesme laike shtetërore në Shkodër. Pranë gjimnazit, u çele dhe konvikti Maletona. Këtu mësonte një rini e zjarrt që çdo bange auditor do ta kthente në vatë revolucionare. Më 1934 e 1936 në gjimnaz u krijuan 2 celulet e para komuniste, u organizuan greva, demonstrata, bojkotime, përleshje. Fashistët mbyllën konviktin Maletona, përjashtuan burgosën dhe internuan dhjetra dhe qindra nxënës. Qindra gjimnazist dollën partizan dhe ranë në fushën e nderit 80 dëshmorë, prej të cilëve 15 heronj të popullit. Shkolla u rihap në ditët e lira më 4 prill 1945. Sot
është shkolla e mesme e përgjithshme 29 nëntori. Shkodra historisë dhe luftës patriotike të popullit i ngriti plot muzeume. Ato janë të shumtë dhe të pasur, pse e madhe dhe e shquar ishte historia e këtij vendi. Në historinë kombëtare, Shkodra zë një vend të rëndësishëm dhe të nderuar. Ja, të kujtojmë luftën për mbrojtjen e Shkodrës, luftën e Koplikut, lëvizjen demokratike revolucionare në vitet 1921, 1924 dhe t'i afrohemi dekadës së tretë të këtij shekulli. Vitet 30 shënojnë fillimet e prapjes së ideve komuniste. Në vitin 1934 në Shkodër formohet organizata e parë komuniste dhe më 1937 grupi komunist i Shkodrës. Nga ky grup dolën komunistët e vendosur Kemal Stafa e Vasil Shanto, që i qëndruan për krah dhe e mbështetën me vendosmëri shokun Enver Hoxha për krijimin e Partisë Komuniste Shqiptare më 8 nëntor 1941. Qendresa popullore mori forma të organizuara. Fotot dhe dokumentet në shpihen në demonstratën e 22 shkurtit 1942, kura dëshmori i parë komunist, punëtori Vaso Kadia, më 10 qershor 1942, me ilegalet u kryua qeta i parë partizane, e që më vonë, më 1943, do të bënte pjesë në batalionin Perlat Regjepi. Motivet e kësaj kënge, populli ja kushtoi 3 heronjve të Shkodrës, Perlat Regjepi, Branko Kadia dhe Jordan Misja. Po tregojmë për një nga ngjarjet që shoku Enver Hoxha e ka cilësuar si një epope legjendare, një nga episodet më heroike të luftës sonë nacional çlirimtare. Tre heronjt u rrethuan këtu në këtë vend nga rreth 600 milic dhe karabinjerë fashist me mjete dhe armatime të shumta. Një ndeshje e pabarabartë ishte për trimat që si luajti qerpiku, por u ndeshën ballë për ballë derisa mbetën të vrarë. Të tjera figura të shquara të luftës antifashiste nacional çlirimtare mbetën: Manush Alimani, Tom Kola, Shejnaze Juka, Fahri Ramadani e 10 të tjerë. Shkodra u çlirua nga forcat e divizionit të dytë sulmus të ushtrisë nacional çlirimtare shqiptare më 29 nëntor 1944. Kjo ditë shënon çlirimin e plot të Shqipërisë. Qyteti i Shkodrës është qendër e rëndësishme kulturore artistike. Ja ku keni shok i dashur, ja ku keni shoqen tuaj kjo, midis juaj. Këto 2 burrat anash do të jenë fëmia juaj, patjetër merreni tani. Kush e njeh Shkodrën nuk e ndan atë nga humori. Estrada e Shkodrës ka krijuar portretin e vet e një plejadë aktorësh të mirënjohur. Kush nuk e njeh e nuk e dëshiron humorin e artistit të popullit Tano Banushi. Edhe shkohoj një herën tjetër, mirë se t'na vini, mirë arshi, ju lutem shumë, hajde. Mare ju unë arsha, e në më bëfësi, ma zi ma bëfësi. Ta lej hapë. Se janë shumë interesant disa persona. O duen fotografinë e vetë, o nuk shkullet nga dyqani. Keni baju? Hajde. Teatri, një lloj tjetër i skenës, ka hyrë në rrugën e profesionalizmit në Shkodër qysh nga viti 1949. Karakteristik e kësaj trupe është interpretimi i figurave të malsorve, i karaktereve të forta dhe ruajtja e intonacioneve shkodrane.
gjallë qeng. Po gjallë më nën. E mbajti besën. Po nën, e mbajta. Gjaku i arbrit kur nuk shuhet. Teatri i Shkodrës mban emrin e mësuesit të popullit Migjeni. Ja poeti e prozatori, përfaqësuesi më i shquar i letërsisë demokratike e revolucionare të panaçlirimit, qëndron me vështrimin drejt të ardhmes së ndëruar. Ai aspironte për këtë botë të re, ku njerëzit e thjesht jetojnë të lirë dhe të lumtur me dinjitet njerëzor dhe pa frikë për të nesërmen. Personazhet e Migjenit, heronjtë e veprave të tij, kontrastojnë fuqishëm me njeriun e ri të epokës që jetojnë. Migjeni Misrit i krijoi legjend. Epoka e re ngriti në Shkodër institucionin kërkimor shkencor të Misrit dhe Orizit. Një kapërcim shekullor brenda disa 10 vjeçarve, nga mjerimi për një kokër misër në punën krijuese shkencore të shkencëtarëve si Hysen Laçaj për prodhimin e hibrideve të misrit me aftësi të larta prodhuese. Ja kështu natyrshëm erdhëm në mjedisin bujqësor të Shkodrës. Rrethi i Shkodrës, që sot zë vendin e parë në të gjithë vendin në prodhimin e misrit, është i specializuar kryesisht për drithrat e bukës, të orizit e të duhanit. Në prodhimin e përgjithshëm bujqësor në shkallë republike, Shkodra zë vendin e 5. Pjesa më e madhe e rrethit të Shkodrës është malor dhe përbëhet nga Alpet perëndimore. Bujqësia është përqendruar në 2 fusha të mëdha, të njohura si Ultësira e mbi Shkodrës dhe Ultësira e nën Shkodrës. Ja, kjo është fusha e mbi Shkodrës, e shtrihet në veri të qytetit të Shkodrës, 32 kilometra e gjatë dhe 10 kilometra e gjerë. Ultësirën e mbi Shkodrës e formojnë disa fusha, e shtojt, e përmendur për vreshtat e famshme. Themi të famshëm se me rushin Kalmet prodhohet vere kuqe. Është me prejardhje të lashtë, aq sa fidanet shqiptare, qysh në mesjet janë prapur në vende të tjera, Hungari, Dalmaci e të tjera. Vera Kalmet e Shkodrës është eksportuar qysh në mesjet. Për cilësinë e lartë, sot është vlerësuar me disa medalje ari në konkurset ndërkombëtare. Kjo është fusha e Koplikut. Dikur quhej Postopoj, fushë shkret. Sot mbyllen bimë mjekësore dhe eterovajore, e veçanërisht duhani. Në krahun perëndimor të ultësirës mbi Shkodrës, shtrihet liqeni i Shkodrës. Mbulon pjesën më të ulët të fushës mbi Shkodrës dhe është liqeni më i madh i gatishullit Ballkanit. Territorit të vendit tonë i përkasin 149 km².
Përgjatë bregut liqenit me bukurinë natyrore, ngrihet Shiroka, qendër pushimi për pioner. Çdo vit në këto mjedise pushojnë të gëzuar pionerë dhe fatosa nga e gjithë Shqipëria. Dhe tani një veçanti. Është liqeni më i cekët në Shqipëri, me thellësi 7 deri në 10 metra. Ujërat e ngrohta, cektësia, ushqimi i bollshëm e lidhja me detin nëpërmjet bunës e bëjnë këtë liqen më të pasur me peshk në Shqipëri. Peshkohet krapi, qefulli, gjuca, ngjala, kubla dhe më pak trofta e blini. Me që ndodhemi në ultësirën e mbi Shkodrës, le të ndalemi pak në malësinë e madhe. Në mjedisin e kësaj krahine midis kelmendasve na pruri një dëshirë, të njohim shikuesit me veshjet popullore e ngjyrat e spikatura për larmin e tyre, janë tepër të veçanta dhe karakteristike. Ne ato i pam përmes një valleje. Veshja kryesore është xhubleta, përdoret nga gratë dhe shquhet për shumë ngjyra. Një udhëtar i huaj rreth vitit 1790 e cilësoi veshjen e grave të Kelmendit një nga veshjet më elegante të këtyre krahinave. Tek burrat shquajnë tirqet e xhurdia, ku spikasin dy ngjyra kryesore, e bardha dhe e zeza. Ultësira në Shkodrës ndahet nga ultësira mbi Shkodrës prej kodrave të Taraboshit e Tepes. Shtrihet në jug të qytetit Shkodrës, 32 km i gjatë dhe 24 km i gjerë. Në këtë ultësirë bëjnë pjesë fusha e Zadrimës, e bregut të Bunës, e Kakariqit dhe ajo e Velipojës, me madhja që përfshin gjithë pjesën perëndimore të ultësirës së nën Shkodrës. Në bregun e Bunës ngrihet kooperativa e tipit të lartë të Dajqit, ekonomia bujqësore më e përparuara e rrethit të Shkodrës. Ndërsa udhëtonim në ultësirën e nën Shkodrës, ndalëm edhe të ky monument në Baqallëk. Çdo kalimtari i tregon për një fitore të madhe të njeriu të ri mbi tërmetin e 15 prillit të vitit 1979. Ishte një tërmet i fuqishëm. Në rrethin e Shkodrës u prekën 120 fshatra dhe 13 lagje të qytetit. Mbetën pas të rreth 10.000 familje, me rreth 60.000 banor. U dëmtuan 10.260 shtëpi e objekte social-kulturore. Gjithë Shqipëria u ngrit në këmbë dhe pasojat e tërmetit u zhdukën brenda 5 muajve. Baqallëku u ngrit i ri. Të reja u ngritën Dajqi, Pentara, Areqi i ri, Gomsi Qere. U ndërtuan 1794 shtëpi të reja banimi dhe 117 objekte social-kulturore. U mërmetuan 8.329 shtëpi. Ultësirën e nën Shkodrës e përshkojnë 2 lumenj të mëdhenj. Ky është Buna, 41 km i gjatë, lumi i vetëm fushor dhe i lundrueshëm i Shqipërisë.
Pasi del nga liçeni i Shkodrës 1 kilometër e gjysmë më pas, takohet me Drinin, lumin më të madh të Shqipërisë dhe të gjithë bregdetit lindor të Adriatikut e Jonit. Ky do t'jetë edhe udhëtimi ynë i fundit në rrethin e Shkodrës. Drini është lumi i digave dhe hidrocentraleve. Në vaun e Dejes u ngritën 3 diga të mëdha, e Zadejes dhe e Qyrsaqit me lartësi 50 dhe 60 metra, dhe ajo prej betoni e lartë 64 metra. Ishin të parat që i thanë Drinit të hasdisur ndal për t'i marrë energjisë të i dritën. U ngrit hidrocentrali i parë mbi lumin Drin, ai i vaut të Dejes, me fuqit instaluar prej 250.000 kW. Bashkë me digën, u formua një liçen artificial i madh e i bukur që përshkon në përmjedis natyror deri në Koman. Hidrocentralet Drinin e kanë bërë të lundrueshëm. Udhëtimi në për liçenin e vaut të Dejes merr vlera turistike, uji i pastër, vargjet malore me bimësi të dendur, pasqyrim ujor, pasurojnë udhëtimin ton. Ja një dukuri mjaft tërheqëse, një ishull nga më të rinjt ndoshta në botë. Është kodra e Shurdhahut, një vend banimi i lashtë që ujërat e liçenit e rrethuan dhe e shkëputën përgjithmonë nga pjesët e tjera të tokës. Po i afrohemi Komanit. Prej së largu dallojmë si konturohet kalaja e mirënjohur e Dalmacës. Është një vendbanim i lidhur me një kulturë të hershme arborore që lullzoi në Shqipërinë veriore të mesme në shekullin e 6 deri në të 8. Por zbulimet e kulturës Komanit marrin vlera të veçanta, pse janë vazhduese të drejtë për drejtë të kulturës ilire dhe dëshmi e një fakti të pakundërshtueshëm se arbërit e mesjetës së hershme janë pasardhës të ilirëve. Poshtë kalasë së Dalmacës, atje ku Drini ngushtohet fort midis dy faqeve të grykës Melgunit, ngrihet hidrocentrali më i madh mbi lumin Drin dhe në të gjithë vendin hidrocentrali Enver Hoxha. Diga u ndërtua me gur dhe ekran prej betonit armuar e krijoi liçenin artificial të hidrocentralit me sipërfaqe rreth 12 km2 dhe vëllim rreth 450 milion metra kub ujë. Lumi i rëmbyshëm i Drinit, për të cilin janë thurur plot legjenda, ju bind për herë të tretë njeriut. Ujërat e tij të rëmbyshëm bien me forcë mbi turbinat e fuqishme të hidrocentralit Enver Hoxha të Komanit dhe energjitë e pashtershme kthehen në dritë. Dhe nuk janë pak, por 600.000 kW energji elektrike e vendosur që i shtohet sistemit energjetik në Shqipëri. Planet e fundit për rrethin e Shkodrës i lam ato të xhiruara me avion. Poshtë mbi fush shtrihet qyteti i madh dhe i hershëm sa vetë historia e këtij vendi, Shkodra e re e plot jetë, me tiparet e fizionomin e njerit prej qyteteve më të lashta e më të mëdha të Shqipërisë.